rreth 1 trilion do t'i përballoj Amerika dhe pjesën tjetër vendet evropiane. Natyrisht ne nuk ngrem pesh fare në këtë organizat, në këto shuma gjigante, po edhe ne duhet kemi atë, si të thuash, kontributin dhe pjesën tonë në këtë organizat të madhe. Tani që nuk mundet organizata, më mirë do ishte të kishim marrëdhënie direkte, pra shpresat direkte SBA-ja edhe te Turqia, se ta të prisim aleancën. Aleanca, do me thënë, me të gjitha ta shtete që përfshin aleancat, që disa nga shtetet janë, si puna jonë, janë kot fare, që marrin pjesë aty, 2 vendet kryesore, unë e kam thënë dhe herë të tjera, janë Amerika, atje ku është, dhe në Evropë krahu kryesor i armatosur i NATO-s qëndron Turqia, e cila ka gati 2 milioni ushtar, gjithnjë të gatshëm, me të gjithë sistemin e mbrojtjes për vete të vetë dhe për të mbrojtur dhe antarët e tjerë të vendet e tjera të Evropës janë pothuajse të mekura në këtë drejtim, mezi marrin pjesë në ato stërvitje që bëhen gjithnjë në drejtimin e amerikanëve, me iniciativën e tyre, etj, sepse po tjetë për evropianët ata subien ndërmend të bëjnë as stërvitje, as rinovime e kështu me radhë. Por NATO duhet të ekzistojnë, sepse për Evropën ekziston gjithnjë rreziku nga lindja e para, ku shoqërohet me periudha me detanta të caktuara etj, por ekziston si rrezik, të pak në kështu e kanë në doktrinat e tyre. Njëkohësisht, Evropa përballet dhe do të përballet vazhdimisht me kërcënimet e luftës hibride, lufta kibernetike, terrorizmat, e të tjera probleme që janë të kësaj natyre. Në fundit duhet një organizëm për të siguruar mbrojtjen dhe paqen në Evropë. Dhe kështu që NATO-a do ekzistojë, ndoshta jo në këtë formë, por në një formë tjetër, NATO-a do ekzistojë dhe duhet të riformohet. Duhet të riformohet në koncepte politike, mënyrën e marrjes së vendimit e të tjera, që të jetë me gjithmonë një organizëm vital, i sakt dhe që të përballojë situatat që dalin në një moment. Kur merret një vendim, merret dhe zbatohet nga të gjithë. Jo, merret një vendim dhe një zbaton, një nuk e zbaton etj. Dhe pengesa politike, pengesa kryesore dhe shkaku i krijimit të tensioneve ndërmjet Amerikës dhe vendeve anëtare të NATO-s, përjashto Turqinë që nuk hyn në këto, është politika standarde evropiane, e cila nuk ka ndryshuar për mendimin tim që të paktën 2-3 shekuj. Dhe këtë politikë ka ndryshuar vetëm persona të caktuar, politikanë të caktuar, për mira, për keq në Evropë që kanë ndikuar në ndryshime të mëdha të Evropës. Se po tjetë për këtë gjendje që është sot, kështu ka qenë, kështu edhe në prag të luftës së dytë botërore, Evropa këtë politikë bënte. Domethënë, një politikë e paqartë, e pavendosur dhe pa përfundim konkret. Mbajmë para një viti tek biseda që kemi zhvilluar para se të vinim tek kjo situatë tek NATO-ja, që më keni thënë nëse do prisim NATO-n për të larguar e kishim tek dera Grekun apo Serbin pa ashtu është. Dhe unë ju sjell 2 shembuj për të ilustruar qëndrimin dhe politikën e Evropës në lidhje me këtë situatë. Kemi luftën në Bosnjë-Hercegovinë, ku Amerika nuk ndërhyri dhe e la si çështje që ta zgjidhte Evropa, që një vend evropian duhet të vërë rregullin edhe për ta normalizuar situatën në Bosnjë. Dhe ai famshmi korpusi paqërues holandez ishte, si të thuash, bashkëpunëtor i reparteve masakruese sërbe. Dhe si përfundim brenda 2 vjetëve, forcat terroriste sërbe azgjësuan 250.000 njerëz nga popullsia e Bosnjë-Hercegovinës. Ndërkohë që Evropa ishte e pranishme aty me njësitë e saj gjoja paqëruese që nuk ruajtën asnjë gjë. Vetëm favorizonin krahun
sërb gjatë kryerjes së masakrave. Pra e paaftë për të zgjidhur e njëjta gjë do kishte ndodhur edhe në Kosovë dhe do të masakruar populli shqiptar në Kosovë, në qoftë se do ishte lënë në duar të evropianëve. Por shansi që ndërhyrja e drejt për drejt e Amerikës dhe kryesisht merita e veçantë e presidentit Clinton që e mori përsipër mbrojtjen e popullit të Kosovës dhe që e çoi këtë çështje deri në pavarësinë e Kosovës, sepse po të ishte evropianët do përfundonte një lloj si Bosnia. Por edhe tani në qoftë se ne do ndodhemi në një situatë të vështirë, edhe të ngelemi në duart e Evropës, këtë fund do kemi. Po, ne të paktën kemi dy aleat fort, këtu komisiun e parë kemi Turqinë që u ka treguar qartë dhe saktë të gjithëve që Turqia kujdeset për Shqipërinë, njëkohësisht dhe Amerika. Dhe këto dy vende, dy aleatët tanë të saktë, të sigurt, e bëjnë që të rrinë larg këta të tjerë. Se në çdo kohë disa nga këta komshit që të rjetën kanë dashur ta zhdukin Shqipërinë, këto teori kanë dhe sot, nuk kanë ndryshuar as. Pra, i kanë akoma në platformat e tyre për operacione gati. Planet e tyre për zhdukjen e Shqipërisë ata i kanë gjithnjë në dosje gati. Po në politikën e ditës hiqen sikur janë qëndja që na duan të mirën e tjera dhe mezi presin që na rrshasi ka më në një vend që të realizojnë qëllimet e tyre. Ndërkohë që ne s'kishim asnjë reagim jo të fortë tani sepse Serbia ka nisur stërvitje andej në kufi me Kosovën në Bujanovsk, në Lugin, nga ana tjetër edhe për raketat ishte një reagim i vakët nga NATO-ja, nga BE-ja. Pra ka një përkëdhelje, një tolerim ndërkohë që ai avancon. Se çfarë do të thuash për një shtet që merr edhe raketat, edhe të sjellë ushtri në kufi për stërvitje, çfarë duhet më shumë? Serbia ka qenë dhe është e përgëdhelura e Evropës. Nuk kemi çfarë të i themi tjetër. Është e përgëdhelura e Evropës. Dhe ju thash, Serbia i bën kashillëk Evropës duke sjellë armatime kineze nga fundi i dheut këtu dhe i demonstron hapur, sidomos këto armatimet ofensive. Është e drejta e vetë në fundi që çdo shtet merr masa mbrojtëse, por është edhe një, domethënë, për ta treguar që keni mendje se shikoj me çfarë mjetesh jam unë sot, po nesër mund të bie edhe të tjera. Dhe natyrisht Evropa rri, bën se hir, e përgëdhel, domethënë është e përgëdhelura e Evropës. Po për sa i përket, si keni parë reagimin e institucioneve tona për këto aktivitetet